Kastrioti kryesues ndalon në Peshkopi, në qytetin kaq të dashuruar me futbollin dhe skuadrën e tij të Korabit, që mposhtë vendin e parë në grupin A. Në pranitë të mira sportazëve dhe në një mod të ftohtë, skuadrat kanë zbritur në fushën e lojës, duke dhuruar shumë emocione në një përballje të nxehtë, ku nuk munguan dhe kartonat e verdhë, por pa i tejkaluar luftën dhe garën e bukur sportive. Dibranët në pjesën e parë krijojnë me shumë volum loje dhe rrezikojnë në zonën krutane. Guri dhe Gjoka i afrohen shumë portës së Spahjut, por pa shijen e golit. Pas tyre është edhe Begaj që godet, por jashtë kuadratit. Krutanët me raboshtën rrezikojnë nga fundi i pjesës parë, por shumë pak për një ekip pretendent. Pjesa e dytë sërish nis mirë për Korabin, që me Gjokën krijon mundësinë e parë për gol. Më pas për disa minuta ngulmojnë futbollistët e trajnerit Plori, që shohin më shumë drejt portës Kotorit, por nuk finalizojnë ashtu siç duhet. Madje ky ritual zgjat jo pak, por afro 20 minuta me raboshtën, hysën e Malon. Atëherë ku nuk pritej, skuadra e trajnerit Dritan Mehmeti bën mrekulli, që gjen rrugën e golit të shumë pritur me anë të Gurit. Pas një topit qarkuar në zonë, në minutën e 75, shkodrani i Korabit i vidhet mbrojtjes kundërshtare dhe godet sakt, duke mposhtur portierin Spahju. 1-0 dhe duket se i gjithë stadiumi ngjan një vulkani të ndezur që mbështet këtë fitore tepër të rëndësishme të Korabit, i cili është ringjitur sërish në zonën e pretendentëve dhe pse në vendin e 5 me 12 pikë. Ndërkaq Kastrioti ndalet për herë të parë në Peshkopi, duke treguar se ky kampionat është shumë i fortë dhe rruga drejt Superligës duhet kalojë disa pengesa. Jam i mërzitur për rezultatin dhe për humbjen, sidomos për mënyrën se si e morë me golin dhe psu me golin nga ekipi Korabit, sepse ishte momenti më i mirë i joni. Në atë moment të cilin prisim shënoshim ne, psu me golin. Duhet të jemi me të kujdesshëm në pjesën e mbrojtjes, sepse edhe goli ardhi si arsye mos harmonizimit të mirë në mbrojtje. Dhe duhet të jemi gjithmonë të vëmendshëm të mos psojmë gol, sepse futbolli këtu në Shqipëri dhe sidomos në kategorinë e parë është si kur shënon i parë është e vështirë, topi nalet shumë, ka shumë vonesa, loje dhe është e vështirë të kthesh rezultatin.